këtij viti, përveç se do të vazhdojmë me mbështetje për policinë e Kosovës, vjen edhe nisma ligjore për themelimin e Gjandarmerisë së Republikës Kosovës. Gjandarmeria do të ketë për mision mbrojtjen e sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial të Republikës sonë përmes sigurimit të kufive, sidomos vijës së Gjelbërt, që është vija e kufirit jashtë vendkalimeve kufitare, pastaj luftimit të terrorizmit, menaxhimit të situatave me rrezikshmëri të lartë, mbrojtjes së infrastrukturës kritike dhe të objekteve strategjike të vendit. Nga 27 shtetet Bashkimit Evropian, së paku 18 prej tyre, pra 2/3, kanë gjandarmeri. Mund të mos e quajnë gjandarmeri, për shembull italianët i quajnë karabinier, mirë po bëhet fjalë për të njëjtën informacion. Pra, së paku 2/3 e vendeve të Bashkimit Evropian kanë gjandarmeri, edhe Republika e Kosovës do të filloj me gjandarmeri si vjet, sepse pa vonesa në Kuvend të Republikës të legjislaturës 11 do ta çojmë propozim ligjin e qeverisë sonë, e qeverisë suaj për gjandarmerinë e Republikës Kosovës. E për ushtrinë e Kosovës do ta kemi jo vetëm fuqizimin me rritjet numrit pjesëtarëve që si vjet i kalon 5.000, jo vetëm shtimin e armatimit modern. Para qeverisjes sonë të dashur qytetar, Forca e Sigurisë Kosovës i ka pas veç 2 lloj të armatimit, veç Glock edhe Heckler kanë pas. Ma shumë ka pas armatim në përroda se në kazerma. Me qeverisjen tonë kanë mbi 40 sisteme të armatimit. Do ta forcojmë ushtrinë tonë, sepse duam të integrohemi në NATO, ku edhe do të përfitojmë, edhe do të kontribuojmë. Në frymën e idealeve të dëshmorëve të kombit, të luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, invalid e veteran, do ta krijojmë një njësi të përbashkët Forca e Sigurisë së Kosovës me forcat e armatosura të Republikës së Shqipërisë. Do ta mundsojmë edhe kalimin e profesionistëve ushtarak nga Mërgata me origjinë nga Kosova dhe nga profesionistët ushtarak të Shqipërisë që të shërbejnë në Forcën e Sigurisë Kosovës, ku synimi ynë që deri në fund mandatit 411 gra e vajza që sot që po flasim shërbejnë në Forcën e Sigurisë Kosovës, ky numër të rritet për 2 herë gjysmë dhe ta kaloj shifrën prej 1000.